Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj një ditë të mbar, një ditë me ecuri të bukur ashtu siç ju më herët e keni planifikuar. Sot është dita ndërkombëtare e infermierit. Një profesioni, një shërbimi, një ecurie për të cilën njerëzit kanë nevojë gjithë jetën. Një profesion, një mision që nuk mbaron asnjëherë, që i shoqëron njerëzit nga lindja përgjatë gjithë sfidave të jetës deri në përfundim të saj. Dhe është momenti që të shprehim mirënjohjen dhe respektin për punën plot përkushtim të këtij profesionisti, i cili me intuitën, me komunikimin, me profesionalizmin, na ndihmon gjithmonë në sfidat tona shëndetësore. Nuk ka njeri që të mos ketë nevojën e tij. Dhe sot unë kam ftuar një infermiere në Mirëmëngjes Shkodër. Prej 18 vitesh ajo ka veshur bluzën e bardhë të këtij profesioni. Është infermierën në qendrën shëndetësore numër 4. Për ditë përballet me pacient, përballet me situata të cilat me vizionin profesional përpiqet t'i kaloj me dashamirësinë që jep profesioni, por edhe me mjeshtrinë e punës. Ajo është gjithashtu dhe pedagoge e jashtme në Universitetin Luigi Gurakuqi në degën e infermierisë dhe shoqëron studentët, ndjek studentët në praktikat profesionale. Me mua sot në studio është Elsa Kopliku. Mirëmëngjes, faleminderit, mirëmëngjes i gjithëve. Du të uroj kolegët e mi që të kenë një shëndet edhe durim deri në fund të profesionit tyre. Dhe shumë faleminderit për sot. Pa humbur kohë, du të informoj njerëzit që kemi 2 pika sot me studentët të rektoratit dhe të Kisha Malle që në këtë ditë ata japin një shërbim falas edhe ju presin aty për motin e hipertensionit, glicemisë edhe një shërbimit shpejt. Sa bukur. Nëse moshat e treta në ndjekin në këto momente, në shëtitjen e ditës, le të ndalen në këto 2 pika, sepse një kontroll është diçka shumë e mirë, apo jo? Edhe kështu Elsa, ne filluam bisedën me shërbime. Apo jo, kjo është diçka dizenimi i infermierit edhe i mjekësisë, kjo është jemi afër njerëzve. Për ty është gjithmonë një ditë aktive dhe të nisësh në punë do të thotë të nisësh e gatshme për të shërbyer pacientëve që vinë tek qendra juaj shëndetësore. Patjetër. Është një punë, një profesion që t'jep shumë procese në punën e tij, apo jo? Patjetër, është jo një profesion, është një mision. Në momentin që ti fillon, mundësisht që në universitet ti nuk jeni student si gjithë të tjerët. Në momentin që ajo bluza e bardhë vishet, është një betim, është një premtim që ti du t'jesh i përgjegjshëm edhe të dallosh që nëse ti nuk e don gjithat misionin që përfshin ajo bluzë, mos e vesh. Nuk kemi një orar, nuk kemi një protokoll patjetër që ka, por në momentin që ti e starton, jo vetëm kur e përfundon, nuk mund të rish indiferent. Nuk ka një orar, nuk e përcakton, është. Dhe flasim për gjithë këto hapa. Por megjithatë, në këtë këndvështrim, si është për ty të jesh infermiere? Është një profesion i bukur, i vështirë, sfidues, plot emocione. Her pas here duhet të tregohesh ndoshta në situata që më vonë thua e njoha vetin edhe në këtë situatë. I përfshin të gjitha. Domethënë ne kemi momente që janë shumë kur ti je afër jetës, domethënë shërbimi jonë është gjithmonë me jetën, me njeriu edhe
kur ti e do njeriu, e do jetën, i përfshin të gjitha, momentet e vështira, momentet e bukura, nuk ka një orare, e tham më përpara, por unë kujtoj një rast kur kishim një bebe, në kishte ardhur, zakonisht na vinin disa dokumenta dhe ishte e veçuar. Edhe them sepse kishte një problem kardiak e lindur, edhe ishte prindrit edhe gjithë njerëzit ishin përgatitur që nuk do jetonte. Më vrau, më tronditi. Dhe me një herë kam marrë rastin, në atë kohë kisha grupin e studentëve dhe jemi angazhuar në një mënyrë shumë intensive. Ishin shumë njerëz që u përfshin për ta pasur rast se pse duhet të pranojnë vdekjen. Dhe kemi shku me një herë, kemi taku mjekën dhe tha që nëse shërbimi do jepet në kohë për 2 ndërhyrje kirurgjikale të cilat do bëheshin në Itali, ai fëmijë do jetojnë. Gabriela vogël ishte në luftë me jetën dhe ne nuk kishim kohë për shumë mendime, vetëm për veprim. U përfshin shumë njerëz, kishin probleme me dokumentat, komuniteti ku jetote ai fëmijë me jetesën ishte ajo varfëria ekstreme e rastit. Edhe ka qenë një angazhim, falenderoj në atë kohë studentët, drejtoritë e shërbimit, policisë edhe spitalit që për ta mbrojtur fëmin rrallë parë. Sa kohësh ishte? Gabriela ishte sapo lindur dhe prindrit kishin pranuar humbjen para kohe. E kjo është ajo që më përfshiu plotësisht për menaxhimin e rastit, duke përfshi shumë struktura, sepse ne përsa kohë tjetri jeton nuk mund të shpallim. Me gjithë luftën që ne arritme, aty ishte ai momenti që mora tronditjen, se në momentin që çdo gjë u bë gati, ti jepi shërbimin në Itali Gabrieles, ajo na la. Rasti sa ishte shumë ekstrem në kushtet ku jetonte, por dha maksimumin. Edhe familjarët kur shohin edhe njerëzit që ti e ke seriozisht janë shumë bashkëpunues. Sa kohë kjo ngjarje? Ka disa vite, aty ishte ai momenti që i kam thënë vetes, aja vlen, ishte si një pikuj mes detit, nevoja ishte shumë e madhe aty, por ne duhet veprojmë. E shoh që keni emocione ende. U lidha shumë, më tronditi patjetër humbjet janë trauma. Edhe ai pranimi që prindrit kishin, që shiko kjo nuk jeton. Dhe në momentin që doktoresha më tha dhe falenderoj shumë për angazhimin e saj, doktoresha Arketa Plumbi është një person i rrallë, edhe nëse do veprojmë, do fitojmë kohën, Gabriela ja del, edhe unë kaq doja. Pastaj ishte ajo lufta që shiko, njerëzit e kishin pranu, edhe unë i bona me besu, me shpresu, me gjithat angazhimin që bëm edhe e humbëm. Kjo ishte pikpyetja e madhe, por sot mund të them që Gabriela ishte zëri shumë fëmijëve në ashtu nevoje ekstreme. Dhe thjesht ne duhet vrapojmë. Sa mesazh i bukur në këtë ditë. Duhet të vrapojmë, të jemi pranë njerëzve. Dhe të besojmë tek jeta. Kjo është një moto që natyrisht jo vetëm për këtë profesion, por për të gjitha. Në qendrën tuaj besoj, meqense pas ka disa vite dhe kjo pas ka qenë dhe mbetet siç duket një ngjarje që nuk e harroni, do të thotë që nuk keni pasur shumë të tilla. Jo, por më ishte rasti vetëm, por çdo ditë tash janë tjera kushte, tjera delegime, sot suporti jepet shumë përmes spitalit, por edhe përmes strukturave tjera. Në atë kohë nuk kishim strukturë, lajmërimi ishte çdo gjë organizuar, improvizuar nga studentët, dhe sot ka shumë shtetërore dhe jo shtetërore që suportojnë. Kuptoj. Çfarë shërbime shkryeni në? Unë jam në shërbimin e fëmijëve 0-18 vjeç, kryesisht 0-6 vjeç që ndjekim. Prioritet janë gjithmonë bebet, sapo lindurit, vizitat në familje, këshillimi me nënat.
kur jeta fillon, starton, bebet ndryshojnë, jo vetëm jetën e nënës dhe babait, por gjithë familjes, gjyshëve, hallave, tejzave, është një ndryshim, ndryshon jeta gjithëve në familje dhe është një nevojë e madhe për informim, për edukim, për pritjen, ardhjen dhe rritjen e atij bebie. Dashur pa dashur, infermierja bëhet një personazh i familjes. Po, unë kam një rast shumë të bukur. Përshnes Ajlen dhe Erlen janë dy binjake që familja kanë qenë shumë bashkëpunuese dhe i kam njek shumë që nga lindja dhe deri më sot dhe kemi një marrëdhënie, vazhdojmë, komunikojmë, vinim, takojmë dhe tani që janë të rritura. I kujtojnë të gjitha ato etapat e tyre, ndryshimet. Kishin problematika apo thjesht sfida? Gjithmonë ardhja binjakëve është mrekulli dy fishe, është një dhuratë dy fishe, por është mundim, është sakrificë, jo se kishin problematika, por ishte ajo vështirësia rritjes. Çdo gjë e lind me suportin e vështirësish, por është ende më e bukur kur triumfon një rrugë e bukur apo ja. Patjetër. Është një profesion tashmë rruga jote apo jo, Elsa? Patjetër. E keni dashur gjithmonë këtë profesion? Keni pas një shembull për këtë? Në fillim shembuj plot. Unë kam pas motrën, më vonë shumë figura që gjithë i njohin, i hasin çdo ditë. Rastësisht apo qëllimisht, por rastësia është e mrekullueshme që unë vazhdimisht gjërat kanë startuar me pediatrinë. Dhe ka qenë një staf jashtëzakonshëm, përshëndes Zenepen, edhe Dianën, edhe Mirën. Aty ka qenë një burim komunikimi jashtëzakonshëm, një përkujdesje dhe në atë kohë ish student që ishim, jepnin shumë më tepër se sa ju takonte për një praktikë. Kemi marrë shumë prej tyre, komunikimi i artë, ajo ngrohtësia, sepse zonat e fëmijët është shumë tension, familjarët është, nuk ka njeri që pret smundshmërinë me të përgatitur. Edhe përballen me situata shumë të vështira, ato ja dilnin gjithmonë edhe na përfshinin. E deshët vetë... Ishte vendimi prindërve. Infermieri. Po, ishte vendimi prindërve, por jemi eduku në një mënyrë që përgjegjësia është e para. Edhe gjërat që fillon qohen deri në fund. Në fillim ishte vetëm ajo përgjegjësia që doja dalë shumë mirë si... Ti kishe prirje të tjera? Po, unë pëlqeja shumë arkitekturën, kisha pasion letërsinë, zemra më rrite vetëm të shkrimi, por është artë. Nëse infermierja është artë, edhe mjekësia. Unë besoj se janë rrugë frymëzuese të gjitha këto që ju thoni. Pa diskutim. Nëse në një skenë ti nuk ja del edhe nuk merr një çmim fitues apo një duar trokitje të zjarrt, është kaq, edhe ti vazhdon prapë edhe keni mundësi tjetër. Ndërsa në punën me njeriun, ti nuk duhet të humbasësh kohën, ti ke të bashkë me jetën e njeriut, edhe ti nuk ke kohë me prit për duar trokitje, për këto gjëra. Ti duhet ja dalësh, edhe duhet jesh gjithmonë gati. Nuk ka situata, rrethana, problematika familjare, e tjera, gjitha ato janë zero kur ti je para pacientit. Ti fillove me shumë impenjim, infermierin. Po. Edhe keni qenë brezi i parë i studentëve të kësaj dege. 2001-2005, i përshnes gjithë, ish klasën, edhe ne kemi pas disa pedagog të rrallë. Me plot gojën. Jam e sigurt, një respekt shumë i madh, jam e sigurt që kushdo që i njeh dhe na dëgjon është shumë dakord. Kemi fotoregjia. Përsërish Drita Gera nuk ishte vetëm mjeke, nuk ishte vetëm pedagoge, përshëndes shumë. Dritën. I uroj shëndet edhe gëzim, ashtu siç është ajo, reflekton vetëm gëzim dhe angazhim në jetën e saj.
ishte shumë më tepër për ne, kujdese, jo vetëm që ti ishim student shumë të mirë. Kemi fotot me profesor, me profesoresha, fotot e kujtimeve të hershme. Ajo kujdese për shëndetin, për mirëqenien tonë, ishte gjithmonë afër nesh, ishte një mikesh e jashtëzakonshme. Që do të thotë ju ka injektuar pas hapi profesoresh Drita, doktoresh Drita, por edhe stafi në përgjithësi. Patjetër, kanë qenë një mbështetje shumë e madhe, një frymëzim, të qenë të parë të gjithë e donin. Edhe akoma sot, është akoma dhe me pasurume, por ishin të gjithë mjekët pa përjashtim, janë një shumicë, nuk duhet gaboj me emrat edhe të bëj përjashtime, por kishim profesor të jashtëzakonshëm, Ludovik Shlaku, Mërzuk Hoxha, të ndjerët, e shumë të tjerë që ishin një shembull jashtëzakonshëm për ne, Fiqeret Bushati, na kanë dhënë copza, puzzle nga jeta që ndjem shumë krenare. Nuk është fort e lehtë të studiosh infermierim? Jo, aq më tepër ne kishim 64 lëndë që në fakt ato u konvertuan me një master shkencor, ishte një surprizë e bukur mas disa vitesh për ne. Falenderoj profesor Julian Krajan, ka pas një ndikim shumë të madh. Profesor Juli, përshëndetje. Po, përshëndetje, dhe jena shumë mirënjohës gjithë si brez, sepse ishte diçka që një shpërblim mas shumë viteve të një mundi shumë intensiv në atë kohë. Mbasi morët diplomet, e harruat pak sa letërsinë dhe arkitekturën, apo nga njëherë shkruani të vargje edhe në momentet të saktume? Jeta është shumë interesante, ato ngelen aty në sërtar, sepse shumë intensive jeta infermierit, edhe pastaj ndërtimi i familjes së reve, shumë gjëra tjera. Nuk janë mundësit. Këtë jemi në studio, po? Aq të mëdha këtu te ne, por po jep jetë vajza. Unë nuk kam da apo im shoq, por nga i herë kur kemi këto kafet e mëngjesit, themi kjo po jep jetë atyre gjërave që ne i kemi futur në sirtar. Megjithatë, ai sirtari qëndron dhe mund të hapet një ditë, qoftë jo thjesht për t'i lexuar për çejf, por edhe mund të mendohet që një infermiere është autore i një libri me vargje edhe poezie. Shpresoj. Le të vazhdojmë rrugën e infermierit, sepse është një rrugë, siç e thatë ju, një rrugë që të vesh një bluzë që zor ta heqësh për gjatë gjithë kohës. Ashtu është, në momentin që ti e ke vesh atë përgjegjësi, e ke vesh atë impenjim, shpeshherë ju them studentëve, kur të tjerë të shikojnë me bluzën, ata nuk dinë a je viti parë, a je viti tretë, a je në punë apo jo, ata të drejtohen si një person që do t'i ndihmosh. Edhe ne duhet jemi gjithmonë përgatitur edhe gati. Rastisht sot ju pash, nuk njiheshim. Dhe tek përgjithësi shkallët e radios, një zotni ju drejtu, zonjë, a mund të ndihmoni të ngjis pak të shkallë? Ishte një moshuar që donte të ulej në një karrik aty pranë hyrjes së radios. Dhe thash, shkoj tamam te njeriu që mund ta ndihmoj. Ndodheni her pas here në situata jashtë orarit të punës. Patjetër. Ne jemi të përgatitur me protokolla, domethënë ti duhet dish kjo është diçka normale e përditshme, edhe çdo njeriu kur dikush ka nevojë, ne duhet jemi reagues, nuk duhet të jemi infermier dhe mjek që të reagojmë për t'i dhënë ndihmën dikujt, por kjo është komplet e zakonshme dhe e përhershme, edhe kur ti je me pushime, edhe ti kur je në rrugtime, kudo që je. Në çantë merrni një diçka nga kompleti juaj i punës. Po, ne jemi të përgatitur që ti do të jesh gjithmonë gati. Tani ne e kemi dhe me protokoll që ajo çanta do të jetë gjithmonë me ty. A është 100% të rasteve të jemi të sinqert, mund të mos jetë. Mund të mos jetë, por 90% të rasteve duhet jetë. Sepse unë përmenda më herët e rastin e një humje që nuk lidhej me momentin, por asnjëherë nuk di çfarë sjell momenti, dhe nganjëherë patjetër breziri janë të rinj dhe disa prej tyre përqafojnë shumë profesionin, disa janë akoma jo të vetëdijshëm ku janë, por unë ju them nuk i dihet ironisë jetës, mbase në emergjencë do të jetë një familjar, një person që ka më dëm shumë. Edhe nuk do kesh kohë të rikthesh, kjo është. Këto raste nuk të japin kohë të rikthesh. Ju ka takuar që të ndihmoni dikë në mënyrë krejt rastësore.
Patjetër. Fatkeqësisht janë aksidentet të zakonshme, sidomos rënjet me biçikleta, po duhet shumë kujdes të monitorosh, të kuptosh pozicionimet, kanë shumë rëndësi. Ngajherë shumë e rëndësishme të mos prekësh se sa të prekësh. Se mund bëjmë gabime të përhershme. Që do të thotë mos rënja e kokës, problemet e qafës, problemet e kolonës, dëmtimet e trurit, do të thënë ato janë gjëra që ti nuk i përcakton 100%, por kemi rregulla dhe procedura që mos të gabosh. Mos të gabosh edhe kur bën një injeksion. Patjetër. Injeksionet tani këtu ke gjetë në vështirësi sepse ne e shohim si mos ndim kur dikush thotë do ma bësh një injeksion në shtëpi. Po varet kush është ai injeksion. Ne kemi protokoll që antibiotiku në shtëpi absolutisht pa praninë e mjekut nuk bëhet. Surprizat e antibiotikëve edhe në spital dhe kanë vështirësitë e veta, edhe në qendër nëse mjeku nuk është prezant ti nuk mund ta injektosh një antibiotik. Ndërsa ai protokolli duhet zbatuar 100%. Rastet e reaksioneve ndodhin në të fundit herë, mund t'i kesh bë me vite, me muaj. Ke një ultrakorter? Patjetër, po. Pa diskutim që po. Domethënë është, po nuk është zgjidhja. Është e pjesshme dhe ti kur domethënë është tjetër një injeksion, është fjalë e përgjithshme dhe është tjetër një specifik që ka një përshkallëzim me jetën, nuk mund të provosh. Aq më tepër me fëmijët ku unë jam. Të vjen keq ndonjëherë që një fëmijë që vjen i qeshur, lozonjar, duhet ta bësh të qaj. Po. Është pjesa, ne jemi ata armiqt me bluzë bardhë. Armiqt e mirë. Armiqt e mirë, por që ata se kuptojnë pjesën e mirë dhe është arti i komunikimit. Qasja, mimikat, domethënë ngajherë komunikimi pa fjalë. Ju jeni nënë e dy fëmijëve, i keni rritur vetë fëmijët si infermiere, pra i keni shërbyer edhe si infermiere. Është e natyrshme. Është e natyrshme. Keni pas emocion tek bënit një injeksion? Është komplet ndryshe, patjetër. Momenti i parë në fakt ka qenë kur isha studente edhe në reportin. I pari injeksion? Po, ne nuk e mbarojmë shkollën pa i përfunduar atje. Ishte rast shumë i vështirë sepse në reanimacionin e pediatrisë injeksionet te moshat e vogla bëhen në kokë. Edhe ishte shumë guxim, monitorim patjetër, çdo gjë bëhet me asistencën e specialistëve, por shkoi me shumë sukses. Sukses ne e quajmë kur bëjmë një shpim. Edhe domethënë vazhdon shumë mirë sërumi dhe shkoi krejt mirë. Fëmia u përmirësoi, ishte shumë gëzim për mua. I pari injeksion që. Pastaj të tjera duken shumë të lehta, kur ti ja del rasti shumë të vështirë. Si thua, mbaroj. A ishte moshe vogël, ndërsa në lagje ku punoj sot është ndryshe, zakonisht punojmë, mbajmë lodra të vogla, karamele, gjëra që fëmijët janë atraktive. Njëherë qarë fëmijë qarë dhe nana. Po, janë familjar të paprogaditur, jo vetëm qajnë, po ngaherë kanë atë gjenjen e të fiktit apo dëbulesës që zakonisht njerëzit thojnë edhe i përgatisim, i ulim, i afrojmë te koka fëmijës, i them pjesën. Ja shpjegoj patjetër sepse duhet të informuar, po jo me monitoru me shikim, se ngaherë është komplet shikimi i zonës, sidomos te fëmijët. Është një proces psikologjik. Po, nuk ka mosh. Ngaherë ke njerëz të rritur, burra që djersiten, nuk e përballojnë. Kjo është çdo gjë është personale. Është punë edukimi, është punë psikologjike, pastaj është përgatitje psikologjike më shumë se sa fizike. Ndonjëherë zilja e telefonit ose dera në një orë të vonë të natës nga një kojshi, shpeshherë. Unë për shkak se familja dhe fëmijët e vegjël, familjarët edhe pallatin nuk them jo. Ndërsa nuk do kisha dashur me thënë jo asnjë rasti, por unë nuk punoj nëpër shtëpia për shkak se kam shumë prioritet rritjen e fëmijëve dhe orarin. Po që do të thotë angazhimi juaj është shumë i madh, gjë që ajo rrok edhe ndjekjen e praktikave të studentëve, ju jeni pedagoge e jashtme në degën e infermierisë.
në këtë rast keni një raport me njerëzit, me infermierët e ardhshëm që përgatiten, por edhe me profesionin. Si shkojnë këto raporte? Puna me trit më pëlqen shumë. Ata të japin jetë, të frymësojnë, të përgatisin. Edhe të largojnë nga rutina e përditshme. Nuk e lejnë informacionin që ke marrë gjatë diplomimit të fle. Do të jesh gjithmonë i përgatitur. Më pëlqen pasioni i tyre, angazhimi dhe ditën e parë që ata vinë unë ju them jemi kolegë. Edhe është shumë e rëndësishme si e bëjmë trashëgimin dhe që më tepër në pjesën e infermierisë. Se është punë e rëndë. Ti ekspozosh me më të rëndën. Duhet shumë guxim. Duhet shumë guxim, duhet shumë durim. Domethënë, ata përballen që në fillim me një lëndë që quhet bazat. Edhe komunikimi është për gjithë jetën. Fjala i shëron njerëzit, fjala i vret. Domethënë është dhe nuk kushton fjala. A ka ndodhur që të përfshiheni? Ju më treguat disa raste, por sa rëndësishme është që unë jam një person shumë i ndjeshëm, për shembull, edhe në rastet që nganjëherë janë të vështira e përjetoj dhe është vështirë të më dalë nga mendja për një periudhë. Por në këtë rast duhet një qetësi, duhet ndërhyrje shpejt dhe guxim. Me kalimin e kohës, po dhe trajnime për rastet, për traumat, domethënë ne trajnohemi në mënyrë sistematike, më sa kërkoj. Edhe njerëzit duhen përgatit. Studentët përgatiten, sot kanë luksin, dikur ne ishim mes spitalit, sipër ishte infektivi, poshtë kishim oralën, pjesë kirurgjie, dhe ne ishim të vetmit atje në brezi parë në mes. Ishim të shputur nga komplet pjesa tjetër e godinave universitare, ndërsa sot ato përgatiten në laborator, shumë të specializuar, pra nuk shkojnë direkt te pacienti, po përgatit. Vazhdojnë me pjesën në për rajonet që kemi në për lagje dhe se shërbimi madhor të është profilaksia gjërave. Dhe studentët në të njëjtin nivel përgatiten. Kur ata shkojnë në spital janë të përgatitur. Janë përgatitur me bazën, me komunikimin, me veprimet, me procedurat. Dhe spitali i mirëpret dhe i inkurajoj gjithë që të vazhdojnë të mirëpresin, sepse ne jemi sot, ata do jenë nesër. Shumë e rëndësishme trashëgimia se si e përcjellim. Ju e keni filluar në qendrën shëndetësore numër 4 ku jeni, apo keni pas edhe ndonjë eksperiencë tjetër më herët? Unë kam punu me studentët, edhe kam vazhdoj edhe jashtë orarit, do të thënë unë angazhohem me kishën MOJF, me shumë programe vullnetare, trajnimesh, por vazhdimisht të partë kanë qenë të rritë, në jetën time prezente, dhe për 4 vite kam qenë me një organizatë studentore, ku kemi bashkëpunu me universitetin, me orientimin e studentëve gjatë fillimit procesit shkollor edhe shumë gjëra tjera. Është tashmë një fakt i njohur që studentët e infermierisë janë brezi më i oksigjenuar i këtij sektori në shërbimin e spitalit, pra të gjithë ata që kanë mbaruar këtë dekë kanë hedhë një frym, një haptori, duke u specializuar shumë mirë, pra janë nuk mjaftohen më saktë, jo nuk mjafton se mjafton diploma, por ata nuk mjaftohen. Profesioni jonë është edhe me rregull, domethënë gjatë gjithë kohës ne jemi të angazhuar në trajnime, në gjëra të tjera. Ju them pak sa që studentët tonë shkojnë në shtete të ndryshme, si për shembull Gjermania. Po, mundësitë janë shumë të mëdha. Kur ne fillum ishte vetëm Italia, tash është anë botës. Momentalisht kryeson Gjermania, ose po e zgjedhim ne, por patjetër diploma vlen për kudo. Mendoni se mundësitë janë shumë të mëdha, domethënë mjafton ata të vendosin. Po pak e vështirë për ne. Unë shoh shumë pozitive në të dy. Sot është një numër i madh që janë të dashur si profesion, edhe unë mendoj që kemi mjaftueshëm edhe për Shqipëri edhe për jashtë. Kështu që njerëzit, unë jam me këtë që ku ta gjejnë vetën, rëndësinë, themelin e jetës, është mirë. Tani nuk është mirë vetëm të vrapojnë, por te pjesa mjekve jemi me kufizim, ndërsa te infermierët mendoj që kemi edhe për vete. Pra, kemi një mundësi që
të vlerësoheni, jo vetëm Po, brenda. punësimi është edhe brenda Shqipërisë, të jemi domethënë koherent që është reale, nuk është se nuk kanë mundësi të punësohen, kanë mundësi. Shtetëror, privat, mundësit janë shumë të mëdha, po dhe jashtë edhe iniciativa individuale, njerëzit ke shumë sot. Dikur ne kisha ëndër një mikrokirurgji, ndërsa sot ke shumë klinika që janë e ke infirmieri, domethënë. Është një profesion, është një mision i domosdoshëm në jetën e njeriut, por që profesionisti është gjatë gjithë jetës me këtë emër, të cilin e blaton me shumë dashuri, me shumë sakrificë, me pasion. Duhet pasion, jo asnjëherë mërzi për të shërby ose për të shfaqur gatishmërinë në një. Është pasion, ti do t'i thush vetes mundem, edhe mundesh, edhe nuk të premtojnë, situatat nuk të premtojnë kohë ta mendosh, ti duhet vetëm të veprosh. Diçka që mund t'i thoni të rinjve, por edhe njerëzve, të cilët ndonjëherë edhe keq kuptojnë, duket diçka jo krejt me atë përgjegjësinë e madhe, përkundrazi, ka një përgjegjësi shumë të madhe. Të rinjve do ju them, përballeni me jetën, du t'i doni tjerë, du ta doni veten, kur don veten je në gjendje të dush dhe tjerët, përgatitja, komunikimi, fjala nuk ju kushton, ngaherë vetëm pozicionimi i pacientit, i klientit, se studentët tashmë kanë një term të ri, që ne nuk i themi pacient, se jo çdo njeri ka një smundshmëri, vjen për një shërbim, vjen për një dokumentacion, do të trajtohet me dinjitet, ndërsa për njerëzit do të thoja që të kuptojnë që ne jemi njerëz si ata, kemi dhimbje si ata, kemi përkupime si ata. Na mirë kuptojnë. Qofshe nderuar gjithmonë. Faleminderit. Të falenderoj për çdo fjalë që thash. Shumë faleminderit. Ishin fjalë që kishin shumë jetë, kishin përkushtim, kishin vërtetësi. Shpresoj ta kem për cjell. Edhe kështu duhet të jenë njerëzit. Me këtë komunikim të drejtë për drejtë me të gjitha ndjesitë që jeta ka. E kush më shumë si një njeri që lidhet me shërbimin ndaj shëndetit të njerëzve. Ju falenderoj shumë. Elsa Kopliku, e ftuara ime sot në Mirëmëngjes Shkodër, infermiere dhe pedagoge e jashtme në degën e infermierisë në Universitetin Luigjë Kurakuqi. Gëzuar këtë ditë, qofshit të nderuar. Ju uroj një ditë bukur dhe shumë faleminderit. Faleminderit Elsa.